E lindi pas 13 vitesh, por nuk mundi ta shijonte rrikjen e tij pasi humbi shumë shpejt djalin e saj të vetëm në rrethana ende të dyshimta. Prej 4 vitesh, lotët nuk janë tharë nga syt, por nuk pushon asnjë moment të vetëm së kërkuarit drejtësi për djalin e saj të cilin e rriti jetim. Kjo është Kumrie Temaj. Nëna jeton Temajt, i cili humbi jetën në rrethana ende të paqarta në vitin 2022. E punita pretendon se rasti nuk ishte aksident automobilistik për vrasje. Në një rrëfim jashtëzakonisht emocionues, me shumë lotë dhimbje, nëna jetonit na tregon për dokumentarin ekspoze gjithçka ndodhi natën e kopshme të 27 maj të vitit 2022. Zonja Kumrie mes dhimbjes që po I buqen nga krahori rrethën ditën e fundit me djalin I saj të vetëm dhe telefonatën e fundit me të. Para saj mos t'i hapte sytë më dhe binte në koma për 3 javë e më pas të humte jetën. Unë jam Kumrie Temaj, shoti Shtopel, komuna e Klinës, tash jetoj në komunën e Skënderavit. Jeturin e Gjoli ka pas emrin Jeton Temaj, po jetë Temaj kum rrit mas 13 vjet e kum pas. Jetën e kum pas me djalë shumë të lumtur dhe djali kurfar probleme s'ka pas. Po I ndodhi që ky rast, edhe tash që met një nanë vetmune edhe kum pas djalin mas 13 vite. Jetë me kum rrit, pa bab, pa vlla, pa motër. Që 4 vite, rasti ka ndodhur me 27 maj 2022 e me 27 qershor e kum pas djalin kom 3 javë dit, pa vedije me bë 4 vjet. A dit me mëngjes sot çu, ja përgatita bukën, hangër bukë, e thirin e djali I kujshive që aty gjakut ton, ta jeton ta hadë shkojna punojna, jenë shko kam punu, gjithë ditën, o bëm mbrëmje ora, orë me kërë vetin, e ka marrë të shtëpia, e ka thirrë rajnjeri, si kam punu gjithë ditën, ju ka dhënë bukën zllakoçan. Kanë hangër bukë, orë djali të shtëpia u pastrua. Tash jeton ma në ku po shkanë, se gjithë më kanë kontakt me djallë, se jetë me kum rrit. Se përpara më kanë shku 4 gjeme një qikë, këta kum pas edhe herë për ta mas 13 vite. Ta ma më tha, po shkujnë ata po dalëm tha, se na ka thirrë rajnjeri për me hangër bukën zllakoçan, tha dhe po shkujnë. Jenë shku, o bo akshame, e kum thirrë në telefon, jeton, tash mam, ku je djallë jem? Me ka përmen 4 persona. E Raj Temaj, Mora Temaj, këta janë vllazni, Behar Temaj, ja kena djallë të midis burrit, edhe Smal Gashi. Që të Gashi a Berisha s'po më kujtuhet mbi emrin tina. Ku kum thirrë fjalët e tina të mramat edhe herë. Jeton mam ku je? Me ka përmen apet qëta 4 persona. Raj Temaj, Behar Temaj, Mora Temaj edhe Smal Gashi. Ta mam që po vi, fjallët e tina të mramat, ma që aty fjallët e tina të mramat si kum pas. Ja ka nalë telefonin, e kam pas kërrim pa regjistru, se kanë thirë ndimin e shpejt, së më kanë thirë muhe, së më kanë thirë kur natën e madhë, së në vish me gjallë kum jetu, mas 1 orë e gjys e kanë thirë gjallin e midis burrit Beslim Temaj. I ka thamë Beslim hoj, shko bëne me dje rasimin, konatin tem, se jetoni urdzue, ma që të sen s'kem dit na. Jenë shku, Beslimi e ka marrë konatin tem rasim Temaj, Samir Temaj djallë të midis burrit, edhe Dritën Temaj. Jenë shku drejtën Klin. Ku jenë shku në Klin, si kanë gjetë aty. Jenë shku në drejtin Pejes. Ku në gjys të rrugës, e ka thirë dikur prej familjes Raj Temaj I pandehri, I ka thonë këtheno se jena të që për Prishtinë. Djali motrën kryesore ku ju mzatetun djali ka bo me vënesë shku, 4:30 me mëngjesit. Kur u shku kunati atë natë, atje, kur ardhë netit me mëngjes, ata të 4-rit, ta zënjë kumri, dëda kumri ta huj. Rreta vish 1:30 për pushoj edhe shkujna të djalli. Ku ju më shku qa me pa në djalli. Pa vetë dije.
këtë kytë në zavaj, me oksigen hunë, me atë oksigenin këtë nguj, me zavaj gujnë e hapur me dhamë frimarje, me oksigen këtu me gjakdirë në qafë, me aparat në trup, vitë që sholla Zoti kanë se prevon si mu, se më kanë kallë për zgjallit. Nëna jetoni të rëfen për dokumentarin Expose, se u informuar nga mjekët ligjor se nuk mundet rrëzimi nga bagazhi automjetit të shkatoj lëndime të tilla siç në fillim u pretendua se ishte. Ajo the se djali i saj Jetomi kishte patur lëndime të shumta në kokë dhe trup. Mjekët të ligjorë më thëshin mu, nuk mundet me kanë se unë e këndon të deklaratën qysh kanë thënë ata urtëzue. Aja mjekët kryesore më thëshin nuk mundet për bagazhet kërë gjithë të lëndime. Djali i ka pas lëndimet më kokë, i ka pas 3 anë kështu cupa të thynen. Një në namë dhe qëtër namë 3 cupa kështu të thynen një në namë. Edhe ka lëndime trupore në trup, i kam edhe fotot. Sa i përket ndonjë problemi të mundshëm në personat me cilët ishte në natën tragjike Jetomi, nëna ti thot se nuk di asgjë dhe se të njëjti duhet të flasin dhe tregojnë që çka ka ndodhur. Ajo pretendon se rasti po shkon me të njohur, duke theksuar se nuk ka drejtësi për djalin e saj. Nuk po di as vetën e nuk e di shoqënia në kamp po pse s'pi kallzojnë vërtetën. Që 4 vjet u bë, unë e them me një mësot një shuplok me adhon dikuj, marrin burg. Ata atë para burgim nuk janë, edhe vesh njënën e kanë marrë. Unë i du të 4 me marrë ata, se jo vesh njënën, se në 4 i kam vend gjallis. Pse nuk janë ata para burgim 4 vjet gjalli me bënë. Unë lypi drejtësinë e gjallit tem, po drejtësi nuk ka. Pe fillim edhe herë po thëmë, u shku rasti me njëfësi, pe policit Klinës Sami Kamberi, se ka pas mek, e ka shku rrezikimi trafikit publik. Çfarë drejta i ka mu më thonë, mësë më hajde për këtë punë edhe dilëm për këtushi. Unë e lypsha drejtësinë e gjallit se si kum shku për dhunë atu, se një nënë vetëmonë ju mitë. I kum thonë në atë moment, ja kum nisë me kojt, edhe i kum thonë, kom i t'i pru gazetarët edhe u lekqin. Ta bimi ka ndurë se s'manin për këtë punë. Dhe këti morëm dhanat e djallit, unë e djallin pa vedije. Ta shkush e kapi prokurorit të rastin e djallit, dhe e ka marrë në baraktarin pej. I kum shku me gjithë kunat, i kum i mrena. Ta shë jeti marrë në baraktarit, ta po urna, ta shqish urna, djalli e më kum, pa vedije, po liftëm për jetë. Ta shë ata liri ju lutën, ata shmerri që ta 4 persona, edhe a i ma mbarë dilin për këtu shë e ka ardhë janë nga veseli. Marrë në bajraktarit, ta 4 persona, si ka ndodhur në rast djallit, i ka marrë vish 2 orë dhe i ka lëshu në lirimjen. Ardhiana Veseli s'm kujtohet, një vit të gjysë ka mojt aja, rastin e djallit, as një saunc aja me mu se ka mojt. Veç me ata edhe me avokatin. Unë veçam kujtohet, si ka thonë, avokatit e ka goditje pe hapsire. Tash, edhe herë për thëmë, e ka postan edhe Sabri e Raca i Klin, nashta më kini po i kam edhe video që më ka boja muhe, 2 vjet, vish një nanë e sholla se prevët zuti, kanë qysh kanë bo ata me muhe. Kanë lumë me mu bre, të merë ku jenë aty jetu, për një shuplok me adhanë, pi morën 1 muj ditë burg, ose për djallë teme në lullit rinis, as para burgim qenë. Që tash me 27 ditën e Bajramit mi bë djalli 4 vjet, si ka ndodhur rasti, e me 16 qershor, 4 vjet mi bë djalli për vjeturin se ka. Për një naun, veç që sholla Zoti kanë se prevojnë se zemrën e kanë të kallë. Prona dhe një po thëmë, kush e kam shef rastin e kush ka pas gisht në gjallë temin, pej Zoti jortë dhe e prevushin qysh e kum prevuene. Pse me më shef rastin e një jetimit. Edhe 2 herë e kum qu autopsin, ma 7 mujve të Arbolena Haxhiu, kur u kom tu për drejtësi, as në durë se ka marrë. Edhe një herë po tëmë, kur u kom pas gjallin kum, ju më shku të një ru me artifetit zikulli, si po tëtë, ju më kanë, ku ka ndodhë rasti, i gjallit këm ndodhë aty me kërë, me fjallë të sajna, më ka thamë, po tash s'pi ka dzënë e atë vërtetën,
orë një e kom po jetu një bagazh ullën kërë, po nuk ish kanë kështu që do të më ullë mirë si i kalamente, ke kytë për një në nënë, që kam posë për pora nuk muj me ditë. Tha kanë zirë, orë një kërë tha i kush, golf, tha orë drejtim ka dolet në kërë tunin, edhe u shku në drejtim tha për klin begit. Pa to se sa të pranë men heq edhe s'pi pranën. Edhe këta 4 persona, tha kanë zirë diçka për i bagazhit të kerrit. One, kur më ka ne djollit 3 javë ditë më kumë, edhe mas ju krye po një djollit, ju më shku të vërresat e djollit, i kumë gjitha të shufrat mekanike, si po thot mjek i ligjur, si ka thoni ka ndro me mjet, mekanik i mreti furt, i kumë gjithë shufrat. Shufrat unë i kumë mojt 1 ditë në shpe. Nëna e Tonit, Kumria, në tha për dokumentarin ekspoze se i beston veç mjekësis ligjore dhe raporti të autopsis i cili thot se vdekja të ndjerit ka qenë e dhunshme. Vdekja të ndjerit është vdekje dhunshme dhe ka ardhur si rrjedhoje gjakterdhjes në mes të tipave mbështjellëse të trurit të madh në Indin tronor. Zonja Kumria me lodh në sy dërgoi një lutje kryeministrit të vendit Edin Kurti, të shoh rastin e djalit të saj dhe të kësaj nëne që ka mbetur e vetmuar. Ajo thotë se është merë ku po jetojnë përderisa s'ka drejtësi. Seancën e kena me 18 qershor. Unë jam e besueshme, unë i besoj vish mjekësis ligjore edhe mjekit rigjur. Se djali ka goditje me mjet mekanik i mbreti furt, e kam edhe autopsin në qanë. Si mund është më lexo, mund është me lexo. Në autopsi shkruan si ka goditje me mjet mekanik i mbreti furt, edhe vdekja e ndjerit o vdekje e dhunshme. Jo në s'komunal kur, s'komunal dhe të merë dënimin na e të meritun, edhe që a dhonë dënimin populli, me ta my gjollë hasreti, e me të mshel dera shpiz, as mës me kom para burgim, nuk po muj me ditë që shpo ndodhë kështë. Nuk po muj me ditë që shpo ndodhë kështë. Që rastin ndodhin Skënderaj. Pa pove dhe Albin Kurti në të shekit vidje që që met një në vetmune. Dhe special ka ti ka që e policin rrëth e kumë Skënderajnë. E për asë gjallit tam s'pas ka drejtësi si ju met një në vetmune. Merë kujnë atë jetue. Zonja Kumria na tregoi se 4 persona që kanë qenë së bashku me djalin e saj në natën tragjike dhe familjet të tyre nuk i ka pranuar në topamin e djalit. Ajo me zemër të vrarë dhe të lënduar nga dhimbje, thënë se gjakun e djalit nuk e fal, dhe se do të luftoj deri në fund për të nxjerrë të vërtetën se çfarë ka ndodhur atë natë tragjike maj. Dua të bën krenare dhe fort me nxjerrë në dritë rastin e djalit, sa e përlotur nëna Kumria. Jo, s'kom pranon ata. Si kom pranu heq, as më morën por në djallit, as kur farë mbështetje për ty në skina. As si pranoj, as gjakun e djallit nuk e fali, sa që jam gjallë me jetu, gjakun e djallit nuk e fali. Edhe gjakun e djallit me pare nuk e shes. Du më bo krenare, du më bo e fort, mi nëzirë rastin e djallit tem i qitë në dritë, për çka ma mytën, edhe pse jenë lirijat atë katrit. As një ditë para burgim që jam, themen edhe herë për thëmë, mi jam, një shuplok që ta dikujna mja dhanë, mu morë një muj ditë në burg. Pse jenë të lirë ata, nuk e du në vishnjonin, po i du të katrit. Të katrit jenë kam vend gjarjes. Gjykata themelore në Bej ka dënuar me 2 vjet bugim njërin nga dëpërshirët të arrestin e vdekjes me plot dyshime të jeton temajt, duke shpallur fajtor për aksidentin që thuhet se kishte ndodhur atë natë. Zonja Kumria na thotë se kjo është shumë e padrejtë pasi djali i saj nuk ka qenë një zog pule. Dënimin e shqiptuar nga gjyqtare e rastit Sabie Racaj, nëna Kumria thotë se nuk e pranon pasi sipas saj nuk ka qenë rrezikimi i trafikut publik dhe se pranon vetëm raportin e mjekësisë ligjore ku thuhet se vdekja ka qenë e dhunshme. Që kjo Sabie Racaj, pranoj dhe ke më mi hik edhe gazetarët, e kam edhe aty incizimin në telefon, edhe dhe ke më mi hik, ju në që ju në kap me ta ju më hangër. Shfar ligji shfartete, ja më mi hik gazetarë, mës mi di drejtën e të vërtetën. Unë s'kom pranon pa gazetarë, edhe nuk pranoj pa gazetarë. Mediat më dhojnë për kraje mu, shqyqyrë si ju kjena, o zotë i zonë, inshallah zotë i runë e kam respekt për juve.
Mediat bojnë diçka se pa media e rastim shelet krejt. Mi ka hjek edhe aja ka dhënë 2 vjetë. A zëgi pulles nuk o ka, nëse zëgi malit nuk o ka. Lullit rinis djoli 22 vjetë, mi hangër 2 vjetë. Unë sot di kam po dalë që tash pi vroj e pi ho 2 vjetë burg. A nesa ma ka mytë djoli, nesa dele që tërkana, mu myta. Merë ku jena të jetue, mi mytë një jetim, pa bo, pa vla, pa motër, e me dhamë, sa brira ose 2 vjetë të merë, po në ato se pranoj. Edhe nuk e pranoj rrezikimi trafikit publik, po e pranoj mjekësis ligjore edhe mjekët ligjore. Atopsis. Kumrije Temaj, në natën hirit jeton Temaj, pati një thirrje për organet e drejtësisë, ta rishikojnë me kujdes rastin e djalit të saj, pasi potencoj se të njëjtit e kanë autopsin tash 3 vite gjysmë. Ajo bëri thirrje për të disa të njerë gjatë intervistës për ndihmë në lidhje me rastin dhe për drejtësi. Po, kam qef thirrje me ba, po tash nuk po muj me ditë kush është të punu atu, se kam qef apet se e kanë autopsinë e djallit tem atu. E kanë, që ka 3 vjetë e kanë, 3 vjetë të gjysë e kanë atu. Se për shtresi, për mërzije edhe fjallë po më upin zërmeme. Atu i ka një po 2 copa, ja këmë që kërë u konë arbulina a gjivë. Atu e ka në autopsinë e djallit. Në autopsia krymë punë. Po, në navnë e vetë mëne, nuk po muj me ditë më shumë. Ju lutë na dilë një ndim e du drejtsinë e djallit për çka ma mëtën dhe pëse s'janë burgasjone. Atë para burgem nuk jenë. Me zërin që i dridhe i tregon se jeton në kushte të vështira ekonomike në banesat për raste sociale në Skënderaj. Enita në thotë se jeton vetëm më shumën prej 140 eurosh të pensionit të bashkëshortit të saj të ndjerë. Banesë sociale që jam ju më hjek tash për ati vene, e marrë një penzi për borë, 140 euro. Se unë pensionista halas jam, 59 vjeqare i ka. Po, mës me kanë edhe qëtë ndima si po me dhanë për Bajram, edhe si po më një mujnë gjinja, faleminderit për ty ne kam respekt për ta inshallah Zoti i runë, se s'kisha mujt me dalë. Se edhe jam pera ume, edhe kokrat e qëtësimi që i fi 2 fonër, edhe rryma që po bëhet ujt, qështë. Jo me hangën në sen, jo diqka, a me 140 erës s'kisha mujt kur me dalë. Nëna e Tonit tregon se nuk ka mas para për avokat, pas dimjetët që janë grumbulluar për shërimin e jetonit, ja ka dhënë të gjithë avokatit. Motat po më vinë, edhe një djali migjës, borret, a jartë, inshallah Zoti e runë, e jarun Zoti familjen, tash aja të merë me avokat për përpore, se unë që aty që i kom pas, se kom pas djalin kun, pa vedije, jenë që i madhe i vogël, si të familjes burrit, si familjes teme, i kanë që paret për me apështu djallit tjetër. Që aty pare ja këmë dhënë avokatit, ma nuk kam për avokat për me dhënë. Po djalli migjës, inshallah Zoti e runë, e jarun Zoti familjen, tash ajo të ja që avokatit paret. Ajo me lotën sy na tregon se djali sa jetoni ka patur vetëm arsimin 8 vjeçar të përfunduar, pasi njëta nuk ka patur mundësi ta çojë më tutje. Nëna Kumrie potencon se jetoni jep të gjithmonë vullnet së amës, se sa po të rritej do ta ndihmonte të dilni nga qendja ku ndodheshin. Ajo përveç jetoni kishte humbur në lindje dhe besaj edhe 4 djem dhe 1 vajzë, duke na treguar se jeta në vazhdimsi kishte shpuar në zdi. Por nëna Kumrie thotë se të gjitha këto i harronte, por shite djalin duke u rritur dhe po i poj çdo herë më i mirë deri në momentin tragjik, momenti i cili përmbysi gjithçka në jetën e saj. Kër e shisha djoli ka po 8 vjeqarën e kryne, ma shumë s'kom pas mundësi se me një ndimë sociale, jetë isha 50 era. Djolin e kom pas shumë të mirë, o mamë të ke kur të rritna, do me dalë jashtë, marrë mamë dhe ty, një farjite, se jeta gjithë më ka shku me zi. Edhe për para më ka dek 4 djemi qikë, ju më ka një vend të merë sura ashtë, mëse që farë vend i më shku. Po një shëqatë në marun shpinë, ta një dëllun shpinë tune, burrim desh 40 vjetë, vetëmi ta 38 vjeqare, po kërë shisha djolin su rritke, e djolin së cilën herë ma i mirë,
Asi di që shmo goj ke i harruva hikte mija. E kom pas një jetë lumëtën me djallë. Por si ndodh kjo, me zemën edhe herë për të me kam të kallë visidinet. Inshallah o Zot i këzun, kanën që përvanë si mume. Se e vladi po të kallë. Me ta mytë lullë trinis 22 vjetë. Dhe asë një ditë në burg, asë para burgim, merë këhina të jetuve. Merë. E faleminderoj edhe herë kryetarin e komunës Skënderajt, si më ka hjek në ven, jam banesë socialit, nuk ka me pagua të kursen, vishë rrimën edhe ujtë. E faleminderoj edhe herë, kam respekt për ta, inshallah jaru në zëti familjen, si më ka hjek për ati ven. Merë këj më kanë të jetuve. Zonja Kumria rëfen dhe një moment tjetër të rënë që kishte përjetuar derisa shkonte tek varri i djalit të saj të ndjerë. Kur ka herë kur shkësha të varri i djalit, i shisha me kerë, i dhoshin gaz dhe më dhoshin pak si stres u të qa, po ma jësë që më taku se tani në ju më dojë këtu. Mas 8 mujve në anë, ju më dojë këtu tani në Skënderaj. Ma nuk kam, kështu vish në person, sa po bëllë zemra em e din kur pisho ato para kamve. Inshallah, kryhet sa ma shpejt, e merë dënimin e meriton, qështja saktën shteti edhe popullit qështja len, se me mytë një djallë jetim, e të leni nanë vetë mund në parë për kroje, merë. 4 vjetë për dojnë më banë. Dhe kur ma ke më shku, dhe kur ma më shkue. Edhe atopsia zemre me krymë punë. Ajo thë se nuk do të lejt derë patrogitur që rastin e gjallit të staj të betëm të zëpartë përfundimisht. Publik këtë video, në të sheket pople e buta, në të shedha e herë po të Albin Kurti, në të forcon pak e në të je pak shtrëngim për kuris, që shohë të shku rasti gjallit temë. Në ta mytë një jetime me një adhon 2 vjetë burg. A ko ligja ko shtetë këtuë. Ska me lonë edhe herë për thëmë derë patrokit e pa qitë rasin e gjallit temë dritë se lonë. Në mne gjallit 3 javë ditë në ku më pa levizje, asë një levizje, edhe plus kohë që tash në saoncën, i kam fotët e gjallit, shfarë dhune ka po gjallin trup tina, s'ki qashet trupin e gjallit temë. Merë, me ta mytë 22 vjetë edhe as para burgim, as në burg, të merë. Merë, zemen. Në zemën, në që inshallah zëti të unë në shpërblimet mira. Në zemën bre kam të ka, se zëti zëtë që të më ka shumë me tana, pe fillimi dhe për të mjeta gjithë më ka shumë me zi dhe që kë rast më kovle më plose. Historia vdekjes të jeton Temaj vazhdon të jetë me mjak pikpyetje. Në Nati Kumrie Temaj deklaroi për dokumentarin ekspoze se do të vazhdoj të kërkoj drejtësi deri ditën e fundit të jetës së saj. Ndërsa seanca e radhës gjyqësore për këtë ret pritet të mbahet me datën 18 qershor në orën 10.